Drejtuesi politik i koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha, i shoqëruar nga kandidatja për deputetet Aulanta Jupi, zhvilloi një takim me pensionistët në zonën e Laprakës në kryeqytet, ku diskutua për shqetësimet e tyre në lidhje me programin. Gjatë fjalës së tij, Basha theksoi se me 11 maj qytetarët, veçanërisht pensionistët, do të përballen me një zgjedhje të rëndësishme, të vazhdojnë edhe 4 vite të tjera me qeverisjen e Edi Ramës, apo të votojnë për përmirësimin e kushteve të jetesës së tyre dhe të familjeve të tyre. Leku s'mund jetë njëkohësisht në 2 vende, edhe ke pensionet, edhe ke xhepat e shokëve të Ramës. O do jetë të pensionet, të rritja pensioneve, o do jetë në xhepat e shokëve të kryeministit. Ke 7-313, ke burgu. Dhe me 11 maj, thelbi i zgjedhjes që do bëjnë qytetarët dhe në veçanti pensionistët, kjo do jetë. Ose do vazhdojnë edhe 4 vjet tjera me Edi Ramën dhe shokët e tij ke 7-313 dhe shoqet e tij valltare me rripa nga 2000 euro, ose do votoni për veten tuaj, për xhepin tuaj dhe të familjeve e të fëmijëve tuaj, se normalisht shumica për jush ja dilni për shkak të ndihmës që ju japin fëmijët dhe familjet, se me këto pensione nuk ka njëri t'ja dalë, apo jo. Basha gjithashtu foli për platformën e koalicionit Euroatlantik për shëndetësinë, duke nënvizuar se barma do të rimbursohen plotësisht sipas diagnozës mjekësore. Programi jon për pensionet që shpalli i pari parashikon brenda 4 viteve. Pensioni minimal 250.000 lek, pensioni mesatar 450.000 lek dhe për çdo pensionist nën 300.000 lek, një shumë fikse për të kompensuar çdo muaj faturën e energjisë, si dhe sa i takon barnave, rimbursim 100% i barnave. Sot, unë e di, se kam nënën, e cila merr barna me një vlerë të caktuar, një vlerë për afër 100.000 lekë muaj, vetëm 6.000 lekë i rimburson. Për sa i përket financimit të këtyre politikave, Basha tha se ka një faturë të konsiderueshme, e cila do të arrijë deri në 560 milion euro shtesë në vitin e 4. Sipas tij, që të sigurohet kjo shumë, duhen që paratë mos të shkojnë te të korruptuarit dhe vetmja forcë politike që e ka seriozisht luftën kundër korrupsionit është koalicioni Euroatlantik numri 4.